Më shiku në disa prizma ose perspektivat ndryshme tashti. Qofse e analizoj me jetën këtu edhe në Evropë, realisht janë disa faktorë që e bojnë jetën që shtrejtë në Kosovë. Për shembull, faktorët kryesorë që jeta fatkeqësisht është për momentin shumë e shtrejtë, është ndoshta ajo strumbullori është që Kosova vuan në mungesë të industrisë ushqimore. Unë mendoj që ashtu ku mujtë me analizu, besoj që Kosova ka arrit në pas luftës edhe pas pavarësisë me zhvillu dok shumë bujqësien. Të paktën kur s'ka qenë më mirë se që është tashti. E pse pra kena mungesë? Po pikërisht që kjo lidhja që bëhet mes bujqësisë edhe industrisë ushqimore nuk ekziston. Do me thonë gjonat që na i krijojmë prej bujqësisë bazike, ajo që është na për agrokulturat ndryshme, nuk përpunohet këtu, por kryesisht do me thonë është 1, 2, 3 kultura, që mandej për këtyne kulturave krejt që ka marrim është në landa e parë, e miellit edhe e misrit, jo ma shumë në industri që kish me kriju një ullje të çmimeve. Ta nxojmë se mu më bjen shumë me udhëtu jashtë edhe nuk jam shumë frekuentues i marketeve, por nëse shikoni marketet në Kosovë, ushqimet në Kosovë janë shumë më të shtrejta se so në marketet në Gjermani. Për shembull, një gjem ose një aerokrem këtu për shkak se nuk e prodhojna na, e importojna, kushton shumë më shtrejt se sa në Gjermani. Edhe normalisht që jeta bëhet shumë më shtrejt se so janë të hyrat e një familje. Nga njëherë, më falë që për ndërprej, nga njëherë edhe kur paguaj, se nuk paguaj shumë në përmarket, mendoj, si ka mundësi një njeri me 600 euro ose edhe 1000 euro mundet me përfundu vit. Qysh dalë qaj matematik ty që ja dalë qaj njeri me 600 euro pag, pezojmë një pag mesatare në Kosovë? Diferenca e vetë me pse na mujna me jetu, unë thuaj se normal edhe pse me shumë vështirësi, unë mendoj të shtresa e mesme, po flasë edhe të kjo ulta është se nuk e kena kostën e qiras. Kostoja e qiras në popullin tonë, në Kosovë, fatmirësisht shumica kanë shtëpia, ose edhe ato shtëpia që i kanë, nuk i kanë me kredita, po i marrojnë shtu kadal, ose mendimin e dikujna, veç normal kanë